Po, ishte një ëndër në shtëpinë time, edhe më erdhi babai në ëndër, tha, pse s'po pranon vajzën time? Ashtu diçka dhe kur shkova në Zvicër, më shkujti në Instagram. Edhe më tha, me ngjyrë dhe të bardhë, çka ka dallim para Zotit. Wow. Si u ndjeve në atë moment kur lexove emrin e Dhe saj? tha, azanën e parë e ka thirrur, nëse je musliman, tha, azanën e ka thirrur Bilali. Thash, ku je? Tha, jam palet. Edhe nuk isha gatshëm ta pranoja. Dhe kur shkova në atë restorant të cilin më ka ftuar, ku e kam parë, ka qenë takimi më i lumtur për mua dhe më i mirë në jetën time. Tha, ja pra vajza ime Valentina, o Zot, ishte shumë bukur për mua. Shumë bukur, shumë bukur. Dhe e thash, eja me njerë të shtëpia ime, tha, nuk jam e gatshme të vi, po do të vi nesër. Dhe nesër e kemi pritur, si çdo bajram që e bëjmë ne, e kemi pritur me shumë, edhe nëna ime, më tha një fjalë që, ani që vdes tha sot, tha, vetëm këtë gjë që i ki bë, për atër ati varit, ati babës tem, atë babës të më babait tim, edhe për atër zemrës saj dhe lumturisë saj, të falenderoj djalim, kur s'do të haroj, inshallah Zotit begatoft e t'jep xhenet. Edhe kjo ishte dita më e lumtur për familjen tonë, sepse tani bas asaj i thosha, am ki parë rrugës apo jo, tha vllau im, unë e visha çdo ditë me taku, edhe të këqyrsha çdo ditë kur ndeshe prisht banesës. Por nuk isha guximet për qafu, ishte shumë e rëndë për mua. E dua shumë Lora, të dua ku të je.